po përkthej nga Ramana Maharishi. Kush je ti për te emrit dhe historisë sate? Ka një zë në mendjen tënde që nuk ndalet kur. Një zë i brendshëm që gjykon, friksohet dhe dëshiron pafundësisht, ka dëshira të pafundme. Ne besojmë se jemi ky zë, dhe kjo është origjina e gjithë ankthit ton. Ne identifikohemi me një personazh fiktiv, një vetvete të ndërtuar nga kujtime dhe frikrat dhe vuajmë për të. Ky iluzion është kafazi që na bllokon në cikli ankthi dhe pakënaqësie. I urti i madh, Ramana Maharshi, na dha çelësin për të thyer këtë zinxhir me një mësim radikal. Vëzhguesi është i vëzhguari. Kjo deklarat nuk është një koncept për intelektin, por një mjet për shlirim. Është rruga e drejt për të demaskuar maskën e egos, për të gjetur copën e pandryshueshme që tashmë banon brenda nesh. Kjo video është një udhëzues praktik i ndarë në 8 pjesë. Për ta eksploruar këtë të vërtet, pjesa e fundit është më jetësorja, pasi ajo ankoron gjithçka në përvojën tuaj të përditshme. Qëndroni deri në fund për zbulesën përfundimtare. 1. Krijimi i vëzhguesit. Ai e fillon praktikën siç bëjnë shumë të tjerë me një dëshirë të sinqertë për paqe. Udhëzimi është i thjeshtë, vëzhgoni mendimet tuaja. Kështu që ai ulet në një vend të qetë dhe përpiqet të krijojë një ndarje. Ai imagjinon veten vëzhguesin, të ulur në një hapësirë të brendshme të qetë dhe atje në distancë janë mendimet, një paratë shqetësimesh, planesh dhe kujtimesh. Qëllimi është të mbetet si vëzhguesi i shkëputur, i paprekur nga rrjedha e aktivitetit mendor. Në fillim, kjo sjell një ndjenjë lehtësimi, duke mos u identifikuar menjëherë me çdo mendim, ai ndjen një hapësirë të re, një frymë, lirie nga tirania e zakonshme e mendjes. Ky sukses fillestar është inkurajues, por është ndërtuar me një themel delikat dhe me të meta. Vëzhguesi, ai që ka krijuar, është vetë një produkt i mendimit. Është një koncept mendor, një ide e një vetje shpirtërore që është ndarë nga vetja e përditshme. Ky vëzhguesi ka cilësi, supozohet të jetë i qetë, i shkëputur dhe i eshtur, dhe për shkak se ka cilësi, është i brisht. Kur lind një emocion i fuqishëm si zemëri ose frika, vëzhguesi mposhet lehtësisht. Ndarja shëmbet dhe ajo mbet përsëri në stuhinë e urrejtjes, inatit. Duke besuar se është zemërimi, është frika, vëzhguesi, streja e tij e supozuar ka rezultuar të jetë e pabesueshme. Ramana Maharshi tregoi drejt për drejt këtë gabim themelor. Ai shpjegoi se ky akt i vëzhgimit ende ruan dualitetin parësor të subjektit dhe objektit. Ekziston një unë, subjekti, i cili po vëzhgon mendimin, objekti pra. Për sa kohë që ekziston kjo ndarje, paqja e vërtetë është e pamundur. Vetë përpjekja për të ruajtur ndarjen midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit është një formë tensioni, një tendosje delikate. Është mendja që përpiqet të kontrollojë mendjen, një mendim që përpiqet të kontrollojë të gjithë mendimet e tjera. Kjo nuk është liri. Është thjesht një formë më e rafinuar e burgosis. Ai fillon ta vërej këtë në praktikën e tij. Vëzhguesi gjykon vazhdimisht. I etikon mendimet si të mira ose të këqija, shpirtërore ose egoiste. Ai përgëzon vetë kur mendja është e qetë dhe mërzitet kur mendja është e zënë. Ky vëzhgues nuk është një prani e eshtur dhe i pakushtëzuar.
është ego e maskuar që mban një maskë shpirtërore. Ego e do rolin e vëzhguesit, se është në një pozicion superioriteti dhe kontrolli delikat. Thjesht e ka zhvendosur identitetin e saj nga personi që mendon te personi që vëzhgon mendimet. Por ndjenja thelbësore e një unë të veçantë mbetet plotësisht e paprekur. Kur thot unë ka dy kuptime, dhe egon dhe atë vetdijen. Pra ne jemi vetdia që shprehet me anë të identitetit del si ego. Ego ja vuan. Kur shkojmë tek vetdia, nuk vuajmë. Qëllimi është shkojmë tek vetdia, tek unë i vetdijes. Pra ndjenja thelbësore e një unë të veçantë mbetet plotësisht e paprekur. Kjo është pika kritike e kthesës të kuptuarit e tij. Ai e kupton se qëllimi nuk është të bëhet një vëzhgues më i mirë. Qëllimi nuk është të forcojë ndarjen midis vetes dhe mendjes së tij. Rruga e vërtetë që ndriçohet nga Ramana Maharshi është të jetojë vetë natyrën e vetë vëzhguesit. Kush është ky unë që pretendon të vëzhgojë, pra unin e vogël? Nga vjen kjo ndjenjë të qenë një vëzhgues i veçantë? Problemi nuk ishte kur mendimet që po vëzhgoheshin. Problemi ishte besimi në ekzistencën e një vëzhguesi të veçantë që në fillim. Kjo e qëra të mjeti i mjeshtri Ramanës, vetë timi. Në vend që të vëzhgojë mendimet, ai të udhëzohet të kthejë dritën e vëmendjes përsëri te vëzhguesi. Kush është ky vëzhguesi? Kur lind ndjenja e të qenit një vëzhgues, ai duhet të bëj pyetjen: kush është ky vëzhgues? Ku i shfaqen këto mendime? Kjo pyetje nuk kërkon një përgjigje konceptuale, është një mjet për të ridrejtuar rrjedhën e vëmendjes larg të objekteve të mendjes drejt burimit të tyre. Është fillimi i udhëtimit drejt shëmbes së dualitetit, që ka qenë burimi i të gjithë përpjekjeve të mërzitjeve të tij. Ai e kupton tani se është përpjekur të gjejë paqe brenda strukturës së mendjes, një strukturë që është në thelb dualistike. Mësimi i Ramanës tregon një realitet që është përpara mendjes, përpara ndarjes midis një subjekti dhe një objekti. Paqja që ai kërkon nuk është një marrëdhënie midis vëzhguesit dhe vëzhguarit, por në shpërbërjen e të dyve në realitetin e vetëm që i mbështet ato. Hapi i parë është të shohësh vëzhguesin për atë që është, një krijim i zgjuar, delikat dhe në fund të fundit iluzion i mendjes. Ej, ti që po shikon tani, le të bëjmë këtë bisedë të vërtetë. Mos harroni pjesa 2. Etimi duke kthyer shikimin nga brenda. Pra nuk shikojmë mendjen, por shikojmë vëzhguesin. Me kuptimin se vëzhguesi është vetëm një mendim tjetër, praktika e tij pëson një transformim i rrënjësor. Fokusi nuk është më në periferi tek mendimet, te rrjedhja e pafundme e mendimeve dhe të ndjenjave, por në qendër. Udhëzimi i ri udhëhequr nga mençuria e Ramana Maharshit është të gjejë rrënjën e unit që vëzhgon. Pra ishte uni që mendonte andej këtej, tash u kaloi te uni që vëzhgon këto mendimet, tash të gjejmë rrënjën e këtyre vëzhguesi. Sa që shfaqet një mendim, në vend që thjesht të vërej nga distanca, ai tani e përdor atë si shkas. Ai pyet: kujt i lind ky mendim? Përgjigjja menjëhershme e pa thënë është gjithmonë për mua. Hapi tjetër vendimtar është të mbahesh fort pas asaj vetje dhe të pyesësh kush jam unë. Pra mendimi lind nga vetja, po kush është vetja? Ky sigurisht nuk është një ushtrim intelektual. Ai nuk përkërkon një përgjigje verbale, se unë jam një shpirt, unë jam vetëdia, unë jam kjo, ndërgjegje e tjera. Ramana ishte i qartë se çdo përgjigje që jep mendja është thjesht një koncept tjetër, një objekt tjetër. Qëllimi i pyetjes është të veprojë si një grep. Duke kapur peshkatarin e parë
dhe duke e përdorur atë për të tërhequr të gjithë thijen e peshkimit të mendjes përsëri në burimin e saj. Është një proces i mbajtjes së vëmendjes në ndjenjen subjektive të unit. Pa lënë atë të lidhet me një objekt ose cilësi, se unë jam ky trup, unë jam personaliteti, unë jam filani. Në fillim, kjo ndihet si të përpiqesh të kapësh tymin. Mendja është aq e mësuar të lëvizë jashtë e të lidhet me objektet, saqë ky fokus i brendshëm dihet i panatyrshëm dhe i vështirë. Në momentin që ai përpiqet të mbajë ndjenjen e unit, mendja menjëherë afron përqendrime, një kujtim, një plan, një ndjesi fizike. Ramana Maharishi këshilloi që kur kjo të ndodh, nuk duhet të luftojmë përqendrimet. Në vend të kësaj duhet thjesht të pyesim kujt janë shfaqur këto mendime shpërqendruese. Përgjigjja përsëri është tek mua, dhe kështu ai kthehet në hetimin qendror. Kush jam unë? Ky ridrejtim i vazhdueshëm i vëmendjes fillon të ketë një efekt të fuqishëm. Ja heq mendjes egoiste gjën e vetme që nevojitet për të betuar. Objektet. Egoja ekziston vetëm në lidhje me diçka tjetër. Është uni që është i lumtur, uni që është i tërhequr, uni që është i suksesshëm, uni që është i dështim, kur vëmendja tërhiqet pa pushim nga këto objekte dhe cilësi dhe përqendrohet vetëm në subjektin. Struktura egoiste fillon të lëkundet. Ajo nuk mund të qëndrojë në boshlik. Është si një hije që nuk mund të ekzistojë pa një objekt për të hedhur. Pas pa dy objekt, hija nuk ka ku të ngeli, do një objekt të mbështetet. Ai mëson se kjo praktikë nuk ka të bëjë me shkatërimin e mendjes, por me lejimin e saj të zhytur në burimin e saj. Ramani përdori analogjinë e një lume që rrjedh përsëri në oqean. Doli nga oqeani, rande, shkon prapë në oqean. Lumi. Mendja individuale nuk ka nevojë të shkatërrohet, thjesht duhet të përfundojë udhëtimin e tij dhe të bashkohet me burimin e tij në veten, në zemrën, në hetimin kush jam unë. Është akti i kthimit të rrjedhjes së lumit, duke larguar nga ato fushë të gjera të botës, duke kthyer drejt burimit malor nga i cili ka lindur. Pra, si me kthy lumit tash mbrapsh, prapë ne ka lindur. Kështu duhet të kthejmë vëmendjen mbrapsh, atje ka lindur. Përmes kësaj praktike ai fillon të ketë momente të mendjes bëhet tepër e qetë dhe ndjen një lumturi të madhe. Në këto momente, ndjesia e një uni të veçantë vëzhguesi zhduket përkohësisht. Nuk ka mendime, por nuk ka asnjë boshllëk bosh. Ekziston një vetëdi e thellë, paqësore dhe e gjallë. Nuk ka ai që është i vetëdijshëm. Është vetëm vetëdia. Zhduket fare uni, eliminohet në vetëdije. Ky është, si thua, drejt për drejt edhe qëllimi. Është përvojë e natyrës së tij të vërtetë, e panarkuar nga identifikimi i re me trupin dhe mendjen. Ai e kupton se vëzhguesi dhe i vëzhguari janë dy anët e së njëjtës monedhe, monedha e mendimit, vëzhguesi dhe uni që mendoi i vëzhguari. Janë të gjithë mendimet e tjera. Ato lidhin së bashku dhe zhduken së bashku. Kur e gjurmoni unin, mendimin deri në burimin e tij përmes hetimit, e gjithë bota mendore përfshirë atë që percepton atë tretet në vetëdijen e pastër të vetes. Hetimi është qelsi që ha burgun e dualitetit nga brenda. Pjesa e tretë. Shpërbërja e objektit. Ndërsa hetimi thellohet, ndodh një ndryshim magjeps në perceptim. Jo vetëm që vëzhguesi, subjekti, fillon të ndihet më pak i fortë, por dhe bota e objekteve të vëzhguar fillon të humbas realitetin e saj, të hashme dhe të ndarë, të duket si hëndër bota. Ai gjithmonë e kishte përjetuar botën se të ishte atje, një koleksion objektesh dhe njerëzish të ngurtë, të pavarur që shqisat e tij i raportonin. Trupi i tij është këtu dhe bota e tij ishte atje. Ky është dualiteti themelor në cilin jetonte. Por mësimet e Ramanës filluan të çmontonin këtë siguri. Ramana Maharshi mësoi se gjithë bota që perceptoni është një projekcion i mendjes tuaj.
Shfaqet kur mendimi unë lind, kur zgjohemi dhe zhduket plotësisht në gjumë të thellë, pa ëndra, kur mendimi unë mungon. Prandaj bota nuk ka realitet të pavarur, përveç se nga mendja që e percepton, është si një film i projektuar në ekran. Personazhet e peisazhit në film duken real, por nuk kanë substancën e tyre. Realiteti i tyre varet tërësisht nga drita dhe filmi që i projekton. Ky është një koncept radikal, por ai e filloi të shihet të vërtetën e tij në përvojën e tij. Ai vuri re sa statori i tij emocional, filtri i mendjes së tij, e ngjyrosi plotësisht perceptimin e tij për botën. Pra ne e ngjyrosim botën, e bëjmë ne, siç bëjmë një pikturë, krijojmë dhe botën. Këtë e thash nga vetja. Në një ditë, kur ndihet i gëzuar, bota duket miqësore dhe plot mundësi. Në një ditë tjetër, kur ndihet i shqetësuar, e njëjta botë që duket dije si parajs, i duket kërcënuese, plot pengesa si një ferë. Bota e jashtë nuk kishte ndryshuar, por gjendja e tij e brendshme, projektori, kishte ndryshuar. Bota nuk ishte një realitet objektiv, por një pasqyrim i vetdijes së tij. Ky kuptim e nxit më tej hetimin e tij. Nëse bota e objekteve varet nga mendja dhe mendja varet nga mendimi unë, atëherë gjithë universi që ai përjeton është i rrënjosur në këtë ndjenjë të vetëm të unit. Duke hetuar këtë unë, ai nuk përjetonte vetëm psikologjinë e tij personale, ai përjetonte vetë rënien e ekzistencës së njëjtë, të gjente burimin e unë. E unit. Do të thoshte të gjente burimin e universit. Kjo i dha praktikës së tij një ndjenjë të madhe, qëllimi dhe urgjence. Ai filloi të shihte se vëzhguesi dhe i vëzhguari nuk ishin thjesht të lidhur. Ato ishin bërë e njëjta gjë. Të dy ishin shfaqje në vetëdije. Mendimi një pemë atje jashtë dhe mendimi që po sheh pemën që ndodhen aty, që po sheh pemën, po ndodhen të dyja brenda së njëjtës fushë vetëdije. Nuk ka distancë të vërtet midis tyre. Ndjesia e hapësirës dhe e ndarjes është një konstruksion i mendjes. Një pjesë e projekcionit, shikuesi dhe shikuari janë një dhe njëjti fenomen. Kjo çojë në një ndjenjë të thellë çlirimi. Ai kishte shpenzuar kaq shumë energji duke përpjekur të manipulonte botën e objekteve, duke bërë veten të lumtur, duke përpjekur të merrte gjëra të saktuara, të shmangte të tjerët, të ndryshonte njerëzit. Tani e pa kotësinë e kësaj. Ishte si një personazh në një ëndër që përpiqej të rirregullonte ëndrrën për të gjetur lumturi. E vetmja mënyrë e vërtet për të gjetur lirinë është të zgjohesh nga ëndra. Zgjimi në këtë kontekst do të thoshte të realizonte natyrën e tij të vërtet, si ekrani i vetdijes, jo imazhet e projektuara mbi të. Bota e objekteve nuk u zhduk. Pemët ishin ende pemë dhe njerëzit ishin ende njerëz, por marrëdhënia e tij me to u transformua. Ai nuk i shihte më si thelbësisht të ndarë nga vetja. Ai filloi të perceptonte një fushë të vetme të unifikuar energjie, një vetëdije të vetme që manifestohej si të gjithë format e ndryshme, përfshirë format që ai quante veten. Skajet e forta të botës filluan të zbuteshin dhe një ndjenjë uniteti të shenjtë filloi të përshkonte përvojën e tij. E vëzhguara, po trete përsëri në vëzhgues. E të dyja, si e vëzhguara dhe vëzhguesi, po treteshin në diçka më të madhe. Pjesa 4. Natyra vetëdijes së pastër me vëzhguesin dhe të vëzhguarin, që të dyja zbuluan si konstrukte mendore, dhe aty mbetën. Kjo pyetje solli atë në zemër të mësimdhënies të Ramana Maharishit mbi natyrën e vetëdijes së pastër ose vetveten. Kjo vetëdije nuk është një gjendje që duhet arritur ose një përvojë që duhet pasur, është realiteti gjithmonë i pranishëm që është para çdo përvoje. Është sfondi i heshtur, pa formë dhe i pandryshueshëm, kundër të cilit shpalosen të gjithë dramat e jetës. Është ajo që jeni në natyrën tënde më thelbësore. Ramana përdori analogjin
e ekranit dhe filmit. Ekrani nuk interesohet nëse në të luhet një komedi apo një tragjedi. Nuk është i njollosur, as nga uji, as nuk dihet nga zjarri. Është plotësisht i paprekur. Në mënyrë të ngjashme, vetëdia e pastër, vetja juaj e vërtet, është e paprekur nga ngjarjet e jetës suaj. Është dëshmitari i heshtur lindës suaj, gëzimit tuaj, i dhërimeve tuaj dhe vdekjes tuaj. Ishte aty para se mendimi i syrit të lindte dhe do të jetë aty edhe pasi të qetësohet. Është e vetmja konstante në një botë ndryshimi. Ai filloi të anjite këtë vetëdije në provojën e tij. Ishte qetësia midis mendimeve. Ishte prania e heshtur që ishte e vetëdijshme për tingujt në dhomë. Ishte dija që ishte e pranishme dhe në gjumë të thellë që i lejonte të thoshte se fjeta mirë kur zgjoj. Kjo vetëdije nuk kishte asnjë cilësi. Nuk ishte as e lumtur as e trishtuar, as e re as e vjetër. Ishte thjesht ashtu siç është. Ishte unë jam, për të cilin foli dhe Krishti. Toka e përjetshme e qenies, praktika e timit që ai e kuptoi, nuk kishte të bënte me krijimin e kësaj vetëdije, por me heqjen e pengesave që erson atë. Pengesa kryesore është zakoni i identifikimit, besimi se unë jam ky trup, unë jam kjo mendje, unë jam ky person. Sa herë që ai pyet se kush jam unë dhe lindte përgjigjet mendore të zhdukeshin, ai po lindte pas dore një identifikim të rrem. Ai po pushonte se identifikuari me filmin dhe po njihte veten si ekran. Ky nuk është një akt veprimi, por një akt shkatrimi. Shkatrimi i egos. Kjo vetëdije e pastër nuk është një zotërim personal, nuk është vetëdia ime kundër vetëdijes tënde, është një universale dhe e pandar. Pra vetëdia është një, ashtu si Perëndia. Është e njëjta vetëdije që shikon përmes çdo palë sysh, e njëjta inteligjencë që gjallëron çdo qenie të gjallë. Të kuptuar të kësaj është themeli i dëmshurisë së vërtet. Kur e sheh, kur e njeh veten si këtë vetëdije, të vetme, e sheh veten tek të gjithë të tjerët. Ndjenja e ndarjes tretet, jo si një koncept moral, por si një realitet i jetuar drejt për drejt që rëndon një tjetër dhe bëhet fjalë për rëndimin e vetes, sepse vetja është kudo. Ai e kuptoi se kjo vetëdije është burimi i gjithë paqes dhe i lumturisë. Mendja kërkon lumturi në objekte, por siç mësoi Ramana, lumturia nuk gjendet në objekte. Është natyra jone e vërtet ku mendja është e qetë dhe pushon në burimin e saj. Kjo lumturi e lindur shkëlqen e papenguar. Nuk është një lumturi që varet nga asgjë e jashtme. Është gëzimi i thjeshtë të qenit, prandaj gjumi i thellë është kaq rifreskues. Është një kthim i përkohshëm në burimin tonë, një zhytje e përkohshme në lumturinë në vetvete, e lirë nga bara e mendjes. Mendova se qëllimi atëherë ishte të sillim këtë njohje të vetvetes së pastër në gjendjen e zgjimit. Kjo është që Ramana e quajtur sahaja samadhi, pra këtë gjendje të gjumit thellë të abinim në gjendjen e zgjuar. Gjendja natyrore e përhershme e vetbindjes, nuk është një trans, por një gjendje të qenit plotësisht i zgjuar ndaj natyrës së vërtet, ndërsa njëkohësisht angazhohet në aktivitetet e jetës. Personi vazhdon të veprojë në botë, por identifikimi i brendshëm nuk është më me personin. Identifikimi është me vetëdijen e heshtur pa formë në cilin personi dhe bota shfaqen. Vëzhguesi dhe vëzhguri janë bashkuar në një botë të pastër pa përpjekje, duke parë pra këtë është u bë një me vetëdijen, me Perëndin. 5. Duke parë botën si një pjesë reflektimi, ndërsa identiteti i tij u zhvendos nga personi në vetëdije, shkoi nga ego të vetëdija te Perëndia, perceptimi i tij për botën pësoi ndryshimin e tij më të thellë. Ai nuk e shihte më botën si një entitet të veçantë në bekti që po ndodhte, përkundërzi ai filloi ta përjetonte atë si një reflektim të drejtpërdrejtë të vetëdijes së tij. Ishte një pasqyrë e gjendjes së tij të brendshme. Ndarja midis së brendshme dhe të jashtme u shëm plotësisht. Bota nuk ishte jashtë tij, ishte një shfaqje brenda tij.
Ramana Maharshi mësoi se çdo gjë që shihni jashtë është një projekcion i tendencave tuaja latente, të impresioneve, të instinkteve. Nëse keni një zëmërim të pasgjidhur brenda jush, do ta perceptoni një plot me njerëz të zëmëruar dhe situata të mërzitshme. Nëse keni paqe në zemrën tuaj, do ta perceptoni një botë që është thelbësisht paqësore në mes asaj rrëmues së dukshme. Bota nuk është kaku i vuajtjeve tuaja, është ekrani në të cilën projektohet vuajtja juaj e brendshme. Për ta ndryshuar botën, nuk e ndryshoni projektorin, ju ndryshoni filmin në projektor, i cili është mendja juaj. Ky është një njerëzim fuqizues. Pra, për të ndryshuar muzikën, ta zëmë, po dëgjoj një muzikë, nuk kam të ndryshoj këngën. Unë ndryshoj videon. Ndryshoj videon, vër një video tjetër, e dëgjoj një muzikë tjetër. Pra, si mbas mendjes, vjen edhe jeta. Pra, nuk është se jemi viktime rrethanave. Nuk mund të fajsojmë njerëzit ose situatat të tjera për mungesën e paqes. Përgjegjësia ishte tërësisht e tij. Nëse ndjente mungesë dashurie, ishte se nuk po qëndronte në dashurinë e qenës së tij. Nëse ndjente frikë, ishte se po identifikoi me trupin e kufizuar e të vdekshëm, me mendjen në vend të vetës së përjetshme të patrembur. Bota thjesht po i tregonte se ku qëndronin ende identifikimet e tij. Ai filloi të përdorte çdo kundërveprim dhe çdo ngjarje si një pasqyrë kur sjellja e dikujt shkaktoi një reagim të fortë negativ te ai menjëherë do të kthente vëmendjen e tij brenda vetes, në vend që të përqendrohej te personi tjetër, bëri këtë gabim apo atë gabim. Ai do të pyese, çfarë është e kund që po reagon kaq fort? Çfarë besimi ose identifikimi po kërcënohet? Kjo është ndroi çdo moment të konfliktit të mundshëm në një mundësi për vetëtim dhe shlirim nga bota. Dhe bota u bë guruja e tij, mësuesi i tij, duke drejtuar vazhdimisht përsëri tek vetja. Ky është kuptimi i vërtet i vëzhguesit. A është i vëzhguari? Cilësitë që ja turboni botës së vëzhguar janë në të vërtetë cilësitë e vëzhguesit. Mendja, kur mendja është e trazuar, bota është rrëmuj. Kur mendja është në paqe, bota është në paqe. Ato nuk janë dy gjëra të ndara, ato janë një proces i vetëm i unifikuar. Nuk mund të kesh një objekt të vëzhguar pa një vëzhgues, dhe nuk mund të kesh një vëzhgues pa një objekt. Ato janë dy polet e njëjtit magnet të vetdijes. Kjo kuptim i shërbeu dëshirës për të shpëtuar botës. Ai dikur kishte ndruar të gjente një shpellë të qetë për të medituar larg problemet e jetës. Tani ai e pa se bota ishte vendi përsosur për praktika. Çdo person, çdo situatë ishte një takim ynor, një mundësi për të marrë mendjen e tij të reflektuar tek ata, dhe ai për të gjurmuar reagimet e tij deri te burimet e tyre. Mendonte se jeta nuk është një problem që duhet zgjidhur, por një klas për të zgjuar në fund të fundit. Ai pa se si vëzhguesi ashtu dhe i vëzhguari janë iluzione. Ato janë vallëzime në sipërfaqen e oqeanit të pandalshëm të vetdijes së pasur, të pastër të vetvetes. Kur mendja është e qetë, vallëzimet qetësohen dhe vëzhguesi dhe i vëzhguari bashkohen përsëri në burimin e tyre. Ajo që mbetet nuk është një person që shikon botën, por vetdia që njeh veten, është një gjendje uniteti të plot, jo të dyfisht. Nuk ka më dy unë dhe ti atje. Kur nuk ka shikues, as shikim dhe as e shikuara, por vetëm shikim të pasur pa mundim. Pjesa e 6. Të jetosh pa një qendër. Kulmi i këtij udhëtimi është një gjendje që është vështirë të përshkruhet me fjalë. Të jetosh pa një qendër psikologjike më parë. E gjithë jeta ishte organizuar rreth një pike qendrore. Çdo mendim, çdo veprim ishte motivuar në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme, nga dëshira për të mbrojtur, përmirësuar ose kënaqur këtë vetëm. Kjo unë ishte vëzhguesi, mendimtari, vepruesi, ndjesi, ishte personazhi qendror në historinë e jetës së tij. Rruga shpirtërore, siç e kupton ai tani, ishte procesi i shpërbërjes së kësaj qendre. Ramana Maharshi e përshkroi të urtën e ndriçuar.
Jana quhet ditur si diçka që nuk ka individ. Ai që ka arritur këtë diturin nuk ka më unë. Nuk ka mendon më që është trupi apo mendja, apo të vëzhgoj funksionet me një ego personale. Ato janë të gjitha tretur në vetdijen universale. Vetdia e vetme nuk ka më një veprues brenda që pretendon autorsinë e veprimeve. Veprimet thjesht ndodhin spontanisht dhe të udhëhequra në mënyrë të përsosur nga inteligjenca e tërësisë. Është një jetë pa pilot, sepse avioni ka mësuar të fluturojë vetë. Ai filloi të përjeton shkëndijat e kësaj. Kishte momente gjatë detyrave të thjeshta ose në biseda ku ndjehej të qenë një vetvete e veçantë, por të zhduket plotësisht. Në këto momente nuk kishte mendim. Unë po bëj këtë. Kishte vetëm të bërit. Nuk kishte unë po flas. Kishte vetëm të folurit. Këto veprime ishin të pamunditshme, të lira nga vetëdia dhe ankthi i zakonshëm. Ato rrisin nga një vend i thellë, qetësi dhe inteligjencë, dhe ato ishin gjithmonë të përshtatshme për momentin. Kjo është një gjendje lirie të thellë, pa një unë egoistik, qendror. Për të mbrojtur, nuk ka frikë. Çfarë ka për të friksuar? Trupi mund të vdes, po ai e di që nuk është trupi. Mendja mund të kritikohet, mund të mbasi memorin, po ai e di që nuk është mendja. Nuk ka nevojë për ambicia apo përpjekje të vazhdueshme, por shumë ekziston një kënaqësi e thellë në atë që është jeta dhe nuk është më projekt që duhet menaxhuar nga egoja, po një mister që duhet jetuar me abi. Kjo nuk do të thotë që të bëhesh një person pasiv, dembel, jo aktiv, përkundërzi. Veprimet që rrjedhin nga kjo gjendje më qendrore janë shpesh shumë më të fuqishme dhe më efektive se veprimet e nxituar nga egoja. Ato nuk janë të kontaminuar nga gjendat e fshehura të egos, së frikës dhe të dëshirës. Ato janë të pastër, vetmohues, pa ego, në harmoni me gjithë tërësinë e universit. Siç i shpjegoi Ramana, mund të duket sikur po vepron, por brenda ato janë në qetësi të plotë, duke ditur se vetëm vetja është realiteti vetëm dhe i vetmi aktori i vërtet. Ai pa se vëzhguesi unë në qendër është burimi i të gjithë përpjekjeve dhe luftës. Ishte që përpiqej vazhdimisht të shikonte diku për të bërë diçka, për të rregulluar veten. Kur ajo nyje qendrore zgjidhej vetëm përveç vetetimit, çdo përpjekje ndalet, jeta bëhet një rrjedhë spontane pa mendim. Kjo është jeta e pangarkuar për të cilin foli Zoti Jezus. Zgjedhja ime është e lehtë dhe bara ime është e lehtë. Bara ishte egoja. Kur egoja dorëzohet, jeta bëhet e lehtë. Të jetosh pa një qendër do të thotë fundi i vëzhguesit. Nuk ka mbetur askush brenda për të parë, të gjykojë, të komentojë. Ka vetëm një jetë që shpaloset në të gjithë bukurinë e saj madhështore misterioze. Ndarja midis së brendshme dhe të jashtmes, vetes dhe të tjerëve, vëzhguesit dhe vëzhgues janë shëruar. Ka vetëm një realitet të pandërprerë, të pandashëm. Kjo është një gjendje të qenit, një gjë aq plotësisht të vetëdijshëm sa kjo nuk është një gjendje e të qenit të pavetëdijshëm, siç mund të jesh në gjumë. Është një gjendje të qenit aq plotësisht të vetëdijshëm sa iluzioni një veti të veçantë nuk mund të mbahet më. E kupton që është një e tëra. 7. Pjesa 7. Zemra si ekran në fazën e fundit të udhëtimit të tij. Vazhdo ka prapë. Sorry. Vazhdoj me pjesën nga Ramana Maharshi, të vrojtosh vrojtuesin, gjithë shkosh në vetëdije. Pjesa e 7 jemi tash. Kjo zemër nuk është organi fizik apo qendra e emocioneve, por më e larta ekran mbi të cilin projektohet i gjithë filmi i vëzhguesit dhe i të vëzhguarit. Pra thotë të zhytesh në zemër tash. E filloj duke parë jashtë, duke parë mendimet, duke parë atë që vërtet mendimet, tash të zhytesh te ky ku nga dalin mendimet, nga zemra. Jo zemra fizike, thotë është zemra ku rin këto vetdia.
është burimi nga i cili merret mendimi dhe destinacioni ku duhet të kthehet përpara se të vazhdojmë. Ramana na mësoi se mendja është një projektor dhe bota është filmi. Po si projektori, ashtu edhe filmi e marrin dritën dhe vetë substancën e tyre nga zemra, nga vetëdia. Zemra është realiteti i pafund, pa formë, qenie e pastër, pra nuk flet për zemrën fizike. Mendimi buron nga kjo zemër, nxiton drejt trurit dhe identifikohet me trupin, duke krijuar iluzionin e një personi individual. Ky person pastaj percepton një botë atje jashtë, duke harruar se të dyja si personi ashtu edhe bota janë thjesht imazhe vezulluese në ekranin e zemrës së tyre. Pra zemra është ekrani dhe energjia, gjithçka shfaqet në zemrën tonë, në vetdijen tonë. Praktika e vetëtimit, kush jam unë, është procesi i përmbysjes së kësaj rrjedhje të jashtme. Është akti i gjurmimit të mendimit, nga vjen mendimi. Vëzhguesi nga truri në burimin e tij në zemër. Pra, nga vëzhguesi, nga ai që është në vëzhgues, truri, shkon drejt zemrës që është vetdia. Ramana e përshkroi atë si një zhytje të thellë. Ju jeni duke zhytur në qenien tënde, duke kaluar valet e të razuara të mendimit, të emocionit që janë në sipërfaqe, si dallg, poshtë më thellë pasaj, është ajo oqeani i palëvizshëm, qenia jonë, vetëdia që është gjithmonë njësoj. Ndërsa mendja i afrohet zemrës, ajo natyrshëm bëhet më e qetë dhe më delikate, më sublime. Ku ky ego, ky mendim, shkrihet plotësisht me zemrën, kjo ego shkatërrohet ashtu si një kukull kripe që hyn në oqean. Ashtu si hakulli që shkrihet nga nxehtësia, krijohet prap boshlik, havull nga ka ardhur. Kukulla apo egoja nuk mund të mbijetojë bashkimit. Ajo që mbetet është vetëm oqeani, vetëdia, vetja jonë. Në këtë moment, dualiteti, pra vëzhguesi dhe i vëzhguari, është dukur përgjithmonë. Nuk ka mbetur askush për të vëzhguar dhe asgjë e ndarë për të vëzhguar. Pra je njësuar një me vetëdijen, me Perëndin. Ekziston vetëm zemra, vetëm vetëdia. Zemra e ka kuptimin me vetëdijen, me dashurinë e pafundme me Perëndin. Ky nuk është një proces shkatarues, por një kthim i gëzueshëm në shtëpi. Ego, e cila është burimi të gjithë vuajtjeve, është ajo që tretet. Ajo që zbulohet është natyra jonë e vërtet, të cilën Ramana e përshkroi si në sanskrit sat është ekzistenca e pastër, realia. Vetëdia e pastër dhe lumturia e pastër është ajo samadhi apo nirvana që kanë budistët. Kjo nuk është një gjendje që vjen dhe shkon. Zakonisht ne lumturohemi me gjëra të vogla, na pëlqen kjo, na pëlqen ajo. Kurse kjo gjendja, kjo është e përhershme, nuk ka kush na mërzisi më. Është natyra e përjetshme e pandryshueshme e asaj që ne jemi. Shkëlqen nga drita e saj, nuk ka nevojë për shkëlqim, shkëlqen vetvetiu, si realiteti vetëm, e vetmja gjë që është reale, që thonë vetëm Zoti ekziston. Ky është vetë realizimi. Ky nuk është një proces shkatarues, por një kthim i gëzueshëm në shtëpi. Ego, e cili është burimi i gjithë vuajtjeve, është ajo që tretet. Paqja dhe lumturia që po kërkonin në botën e objekteve ishte një reflektim i zbet i lumturisë së pafundme në zemrën tuaj. Ai e kuptoi se zemra është vëzhguesi përfundimtar dhe i vëzhguari përfundimtar.
është syri që sheh, objekti që shihet dhe drita që e bën të mundur shikimin, të gjitha në një. Është vetmja substancë që shfaqet si Trinity, si treshja e shikuesit, duke parë ku qëndron si zemra. Kupton se nuk ka të tjerë, e njëjta zemër, vetëdije, dashuri, e njëjta vetvete është realiteti i çdo qenie. E sheh veten tënde duke parë përmes çdo palësysh. Udhëzimi i fundit nga Ramana ishte thjesht të qëndroj tek vetvetja. Kjo do të thotë ta lësh mendjen të pushojë në zemër për të pushuar së identifikuar me mendimet që lindin dhe mbeten si ndërgjegjësimi i eshtur në sfond. Pra, duhet të jetë ekrani dhe jo filmi. Në fillim, kjo kërkon përpjekjen e hetimit, por përfundimisht bëhet e lehtë dhe natyrshme. Vëzhguesi dhe i vëzhguari kanë luajtur rolin e tyre në dramën hyjnore dhe tani janë tretur përsëri në dritën nga dolën. Kjo do të thotë ta lësh mendjen të pushojë në zemër për të pushuar së identifikuar me gjërat e ndryshme. Pjesa 8 dhe e fundit, e vërteta përfundimtare. E vërteta përfundimtare është se nuk ka asnjë vëzhgues dhe kështu arrin në të vërtetën përfundimtare të ashpër dhe çliruese. Kulmi mësimdhënies së Ramana Maharishit është ky, i gjithë udhëtimi i ndarjes së vëzhguesit dhe të vëzhguarit, i shikimit dhe të mendimeve, të kthimit të hetimi nga brenda, ishte i gjithë një mjet për një qëllim, për këtë qëllim pra, ishte një mjet i përkohshëm i përdorur për të cilin ata erdhën. Pra, mësimi kulmi i kësaj është që gjitha ato që përdoren të 7 të parat janë që të shkojmë tek zemrat e vetëdia, të eliminohen, të shkrihen ato. Zbulesa e fundit është kjo. Nuk ka pasur kur një vëzhgues që në fillim. Ideja e një vëzhguesi ose një vëzhguesi i një të vëzhguari ishte truk, iluzioni i fundit dhe më delikati, më sublimi i egos. Edhe ajo ego ishte, pra ego është iluzion, mashtrim, ignorancë. Djalli vetë është egoja, Zoti është e vërteta, djalli është iluzioni. Ishte përpjekja e fundit e mendjes për të siguruar një identitet të veçantë për veten, një identitet shpirtëror, pra egoja që përballet me shpërbërjen e vet krijon konceptin e një vetje më të lartë ose një dëshmimtar që është i ndarë nga mendja. Por ky dëshmimtar është ende një koncept, një objekt në vetëdije. Vetja e vërtet, realiteti përfundimtar, nuk është dëshmimtari i asgjëje, sepse nuk ka asgjë të ndarë prej saj dhe për të dëshmuar. Ramana mësoi se një gjendje e vetërealizimit jani nuk është askush që është vëzhgim, ka vetëm shikim, nuk ka askush që mendon, ka vetëm mendim që shfaqet dhe zhduket në vetëdije, nuk ka askush që jeton, ka vetëm jetë, ndjesia e një identiteti personal të veçantë në qendër të përvojës shihet të ketë qenë një iluzion kjo identiteti jonë, një fantazm, një hije e krijuar nga një mashtrim i mendjes. Ky është kuptimi përfundimtar i vëzhguesit dhe që është i vëzhguari, vëzhguesit e vëzhguarit. Kjo nuk do të thotë vetëm se janë të lidhur ose janë të përbërë nga njëjta substancë. Do të thotë se në analizën përfundimtare të dyja nuk ekzistojnë. Si entitete të ndara, ato janë dy pore të një dualiteti që ekziston vetëm brenda hëndrës së mendjes. Kur zgjohesh nga hëndra, dualiteti zhduket, nuk ka më hëndër, jemi ne që shohim ëndra, jemi ne që kryejmë atë. Ti nuk bëhesh vëzhgues, e kupton që je vetëdia, në të cilën mendimi një vëzhguesi dhe mendimi të vëzhguarit u shfaqen dikur. Kjo është një e vërtet që nuk mund të kuptohet nga intelekti. Mendja ngatrohet me idenë e mos ekzistencës së saj. Është një e vërtet që mund të realizohet vetëm duke ndjekur rrugën e hetimit drejt fundit të saj absolut. Kto që tha më lart. Është vdekja e personit që mendua se ishte dhe zgjimin
dhe zgjimi në jetën e pafundme, që jeni vërtet, është fundi i çdo kërkimi, sepse vetë kërkuesi zbulohet në jetë të jetë një iluzion. Pra vetë ky që kërkonte është një iluzion. Ajo që është. Prandaj thot Zoti, unë jam ai që jam. Unë jam ky, nuk e identifikon dot me një gjë, nuk e krahason dot. Pra udhëzimi i fundit është të lini të lirë edhe vëzhguesin, lërini të lirë kërkuesin shpirtëror, lërini të lirë atë që po përpiqet të ndriçohet. Shikoni që edhe ky të jetë vetëm një mendim. Kush është i vetëdijshëm për këtë mendim? Pusho në atë vetëdije përfundimtare. Bësur kjo vetëdije nuk është vëzhgimi i asgjëje, është thjesht të qenit vetvetja. Është e heshtur, e plot dhe pas një gjë. Nuk ka rrugë nga ti te vetja. Nuk ka distancë për të përshkuar. I vetmi udhëtim është të shohësh përmes iluzionit se nuk je vetvetja. Pra ky uni të kuptosh, vëzhguesi është iluzioni, i vëzhguari është iluzion. Kur të dyja shihen si jo reale, ajo që mbetet është realiteti vetë i pandashëm dhe i ndritshëm. Ajo që mbetet është ti, ashtu siç e vërteta para mendimit të parë që lind ndonjëherë. Nuk ka vëzhgues, ekziston vetëm një që njeh vetveten. Pra njësohesh me vetveten. Kjo ishte rruga e Ramana Maharishit, që ka njihet që kush jam unë, duke pyetur, një metodë jashtëzakonisht perfekte që të çon në perëndi, në vetveten, në lumturinë e përhershme, në përjetësi. E falenderoj shumë Ramanën për këtë sqarim dhe qofshi gjithë të lumtur, Zoti ju bekoft dhe arrisi realizimin, atë self realization që thuhet, vetveten. Amin, amin, amin.